Përshëndetje gjithëve miq dhe mirë se vini në podcastin Wedding Talks Albania. Ky është podcast në bashkëpunim me Studio Jeti, i cili do të vi tek ju çdo javë. Do të kemi mundësinë ta sjellim një element ndryshe komplet. Jemi mësuar në fakt të shikojmë podcaste politike, podcaste ekonomie, podcaste showbizi. Kemi vendosur të sjellim një podcast komplet ndryshe, autentik në llojin e tij. Do të sjellim për herë të parë një podcast dedikuar dasmave, eventit më të rëndësishëm të jetës së një çifti. Do të futemi në emocionet më të thella të jetës njerëzore, do të prekim zemrat, shpirtrat. E di që do të dashuroheni dhe e di fort që do të jetë ky projekti i cili do të prek traditën, do të prek popullin ton, do të jetë i tillë autentik deri në masën më të madhe. Kështu që jam shumë emocionuar në fakt për këtë projekt të ri. Unë numëroj 6 vjet në media dhe kam prekur fusha nga më të ndryshmet si showbizi, fusha e aktualitetit, nga Vox Popet tek reportazhet, lidhjet direkte, emisionet e ndryshme, por ky jam i sigurt që do të jetë një projekt ndryshe. Jam shumë emocionuar, por njëkohësisht edhe tepër i lumtur për t'i dhënë startin sot këtij projekti, i cili jam i bindur që ka për të qenë magjik. Do të flasim për dashurinë, është e pamundur të flasësh për dashurinë edhe mos përjetosh kështu, mos të pompoj zemra forte, emocione të ralla. Do ta nisim këtë puntat të parë me një të ftuar e cila vjen për të treguar historinë e saj të dashurisë, rrugtimin e saj, suksesin e saj, karrierën e saj, por është ndryshe. Është ndryshe mi sepse vajza që do të vi dhe do të ulet sot në studion ton ka një histori ndryshe nga historitë e zakonshme të dashurisë, sepse historia e saj nuk është një histori shqiptare, ajo është një vajzë iraniano-indiane e cila gjeti dashurinë e saj në Shqipëri. Do ta ftoj me shumë kënaqësi, do ta mirpres tani në studion ton Sara Pejman në studio. Mirëmbrëma Sara. Si je ti? Mirë, faleminderit, si je ti? Shumë kënaqësi që të kemi. Pozicionohemi aty. Mirë se u gjeta. Reatohemi, qet. Këndshëm dhe bëjmë gati të nisim këtë intervistë. Faleminderit. Dua ta nis njerë me historinë e dashurisë. Ke bërë namin në për portale, ke bërë namin për sa i përket pjesës së mediave, në rrjetet sociale je pa diskutimi nga personazhet shumë të komentuar edhe shumë të dashur. Si e përcakton këtë dashamirësi që ka fituar publiku shqiptar? Atëherë, të flas për dashurinë me burrin ose me vendin? Këtë duash ti. Atëherë, burri im, Naimi, është rritur në Shqipëri. Po. Por ne jemi Bahaj, është një fe botërore, dhe kemi takuar në qendër botërore Bahaj. Dhe pastaj, por isha shumë e vogël atje, isha vetëm 15 vjeç, dhe Naimi ishte 18. Por gjithsesi, kishim takuar dhe pastaj Naimi erdhi në Universiteti Cambridge për të studiuar. Ti ke studiuar në Cambridge? Po, ai ka qenë takimi juaj. Po, dhe un jam rritur në Cambridge dhe un jetoja me prindrit atje. Kështu që e pash Naimi goxha shpesh. E shikoj shpesh Naimin atë. Po, në disa eventet. Por un isha shumë e vogël dhe nuk kisha një interes dhe nuk Kush të mori kurajën i pari, ti apo Naimi? Nga erdhi guximi, kush guxoi i pari, të thonte që kam një pëlqim, apo si ishte direkt një pëlqim, nisi si shoqëri, si ishte starti? Më parë ishte Naimi. Naimi e ka marrë. Por Naimi ishte më rritur, ishte 18, por unë isha një fëmijë. Ti ishte 15 vjeçare. Po, dhe nuk kisha interes fare, dhe gjithsesi pas 9 vite u takuam prap dhe ishte një energji ndryshme, ishte ishte më të rritur, ishte më të pjekur. Po. Dhe kur e pash Naimi, mendova, wow, sa bukurosh ishte. Sepse më parë kur isha e vogël nuk mendova për Naimin në atë mënyrën. Atë afeksionin që mund të krijojë, e kuptoj. Po. Dhe ishte një kimi mes neve dhe mes të dysh, po. Po, avash rash në dashuri. Por Naimi ka qenë gati. Për shumë vite ishte gati. Por unë isha e vogël, nuk kisha interes fare. Në fakt kisha një boyfriend tjetër
Okej. Dhe gjatë kohës, sepse ishte 9 vite, ishte shumë kohë. Por pastaj kur u takuam Naimi prap, ishte ndryshe. Dhe po rash në dashuri me Naimin. Në dashuri direkt pastaj. Po. Ndodhi kimia. Por ti nuk ke rënë dashuri vetëm me Naimin, a? Ti ke rënë dashuri edhe me muzikën, është një vajzë e cila e dashuron fort muzikën, e do shumë muzikën, edhe jo vetëm muzikën, por dhe mikesh në sajtë ngusti që them ndryshe, kitarën. E kemi sot kitarën me vete dhe jemi shumë të emocionuar dhe shumë gati për të dëgjuar një refren të shkurtër. Okej, super. Okej, këtë duash ti, me këtë ta kapim. Okej. Në fakt, që kur kjo është një podcasti weddings, do bëj një këngë që është shumë për dasmat shqiptare. Aty jemi gati pra, ndjekim. Jesi hana, jesi deli, ti për sytë e mi. Më bëso kur je larg me, pa tu s'mund të ri. Jesi hana, jesi deli, ti për sytë e mi. Më bëso kur je larg me, pa tu s'mund të ri. Gjërdanin e dashuris, aman e aman. Jo ti kot se vogël mos e prish, aman e aman. Të kam fal ty zemrën që ta dish, gjanë, gjanë, gjanë. Ti je gjysma ime lumturis, aman e aman. Oh, na ke ngrohur zemra dhe shpirtin Sara, çfarë zëri. Ke një zë ndryshe dhe realisht e them këtë, ke një nuancë ndryshe, ke një ngjyrë ndryshe, depërton shumë thellë tek emocionet. Shumë faleminderit. Dhe kështu ka qenë edhe për publikun shqiptar apo jo? Si kujton daljen tënde të parë, domethënë me pjesën e audiencës shqiptare, si u prit dhe a mendoje ti se do të kthehesh në Sarën vajzën e dashur për publikun shqiptar? Un kam shumë dashuri për e dua shumë Shqipërinë. E do shumë Shqipërinë. Dhe shqiptarët më kanë pritur dhe trajtur me shumë dashurinë. Dhe jemi popull dashamirës, ne. Jemi shumë të dashur, jemi shumë friendly apo jo? Po, patjetër, dhe shumë të mikpritës, shumë të sjellshëm. Dhe unë ndihem shumë mirë këtu. Kjo është e rëndësishme. Po, dhe bëj shaka gjithmonë që më parë rash në dashuri me Naimin, por pastaj ishte për vendin, për Shqipërinë. Për Shqipërinë, dhe ti e ke treguar këtë, të pëlqen dhe traditat, të pëlqen dhe doket dhe zakonet shqiptare. Po. Çfarë pëlqen më shumë nga Shqipëria? Natyra. Natyra në Shqipërinë është e mrekullueshme. Këtë do të veçoje, cilin vend? Kam qenë në jug, te plazhi, Dërmi, Himar, edhe Sirikaltër, dhe kam qenë në Veriu, Shkodra, Lumi i Shalës. Lumi i Shalës ishte vendi më i bukur që kam parë. Është një perlë, është një perlë e vendit tonë. Po, edhe Theth dhe Lëpush. Pas ka bërë një tur goxhat i gjatë në Shqipëri. Kam bërë një tur. Por më pëlqen shumë të eksploruar vende të ndryshme mes Shqipërisë. Sara, ti po flet vetëm ti po flet vetëm për sa i përket anëve pozitive dhe realisht Shqipëria jonë është e bekuar për sa i përket resurseve natyrore dhe jo vetëm natyrore, por traditave dhe siç e tham të gjitha. Momentalisht çfarë ndjen ti për gjendjen momentale të Shqipërisë? Shqipëria është ngritur në një protestë, po bëhet zhurmë, po lakohet shumë. Po flasin mediat botërore. Si e përcakton ti, dua të shikoj çastin tënde, optikën tënde për sa i përket situatës momentale në Shqipëri. Po, më vjen shumë keq për shqiptarët dhe dua që zërit e shqiptarët që bërë dëgjuar, më kupton? Po, të kuptoj. Të zëri i shqiptarit të dëgjohet. Po. Por jam shumë për shtypje, sa mirë janë popull shqiptar dhe sa të organizuar unitet, janë. Por ka shumë unitet. Domethënë nuk janë violent, nuk janë agresiv, janë shumë të mirë dhe në protestat janë shumë atmosferë i bukur si një fest. Dhe është një gjë shumë e bukur. Dhe por edhe për environment, më vjen shumë keq për Shqipërinë, sepse është vendi më i bukur në botë,
por duhet të protect. We have to protect Po, it. duhet të mbrohet. Po. Kështu që unë dhe Naimi kemi filluar një projekt për të pastruar lagjën tonë, sepse gur bëhet mur. Po, dhe mur bëhet Bëhet kalar. po. Sa bukur I dite këto shpreha kështu Po. të bukura shqiptare. Tani, kështu të ndalem unë, do të pyes pak se sa shqiptare je ti. Sa shqiptare është Sara, miq të dashur, dhe ne do të guxojmë ta pyesim Sarën me pyetjet tona. Unë do ta nis me ushqimin. Të pëlqen një ushqim shqiptar? Po patjetër. Cili është gatimi I preferuar? Pjata shqiptare që ty të pëlqen më shumë ti? Pastiqe. Pasticcia. Po. S'është aq shqiptare kjo. Po italiane më shumë. Shqiptar, lakrori, për shembull, ke provuar lakrorin ti? Kam provuar, nuk është e preferuar. Nuk të pëlqen shumë. Po tavën e kosit? Tavkosi po. Të pëlqen? Po. Edhe fasule. Fasulet. Është shumë I thjeshtë. Këtu më ndalote fasulet se kemi mund të haj fasule çdo tona. ditë. Dhe s'në mërzit, dhe kanë fibra janë shëndetshme. Do të haje byrek për mëngjes? Po, byrek për mëngjes me dhall patjetër. Po, thot Sara, okay, buk në çdo vakt. Je kështu tip që të pëlqen të hash, dashamirëse shumë e ushqimit? Si? Ha shumë, konsumon shumë? Oh, po. Haj shumë. Një kafe nuk mjafton për ty apo duhen 2, duhen 3, se ne shqiptarët vdesim që ndrojmë dhe në kafe, I pim shumë kafet. Në fakt në ky aspekt nuk jam shqiptare fare, sepse nuk pi kafe fare. Këtu nuk jemi ne, okay. Kur shkonte dikush në shtëpi, ha dhe nëse nuk e uri se ne shqiptarët për shembull nëse shkojmë, traditën e kemi mikpritjen, kemi pjesë të kulturës tonë, është e rënjosur thellë kjo tek ne. Të thonë ha me zor, ta thonë e ke vërejtur të këtë. Është shqiptarë mi që shkoni është updateuar fuqishëm tek ne. Ke marrë ndonjëherë ushqime vete kur ke ikur nga shtëpia e dikujt, domethënë shkon ti në shtëpi, përveç se të ngopin mirë kështu, ta mbushin stomakun plot, merr edhe me vete tani. Po. Të ka ndodhur, po është e pamundur, është e pashmangshme. Je zënë në tavolinë se ke dashur të paguash ti. Po. Ne shqiptarët zihemi. Sepse është njësoj me indianët dhe iranianët. Kemi të përbashkët. Kulturët janë ngjan shumë. Ngjasojnë shumë, po. Zihen kush paguaj I pari, Po, është në luftë. Ke hedhur lek në një dasëm vetëm për të dukur që ti ke lek shumë, ëh, sidomos nëpër dasma, këtu në Shqipëri bëhet nami, kërcet paraja, e kështu me radhë, ëh? Jo, në fakt nuk kam qenë në një dasëm tamam shqiptar. Kështu që nuk e di. Nuk e qenë në një dasëm shqiptare? Jo tamam shqiptar. Domethënë kam kënduar në dasëm gjysmë shqiptar, vetëm. Atëherë Studio Jeti, ju lutem na I mundsoni që në një nga dasma që ju do regjistroni dhe do jeni të pranishëm se Studio Jeti është kudo, është një nga studiot më të dashura në Tiranë, ku është e pranishme në çdo event, në çdo dasëm dhe gëzim familjar. Studio Jeti na ndihmoni me këtë pjesë, Sara duhet të jetë në një dasëm shqiptare, është e pamundur të mos jesh ti në një dasëm shqiptare. Ta premtojmë këtë. Po, duhet në ftesë për një dasëm shqiptar. Të lutem, ju lutem. E konfirmojmë, pohojmë direkt këtu. Mirë. Të kanë pyetur ndonjëherë kur do bësh fëmijë? Avash. Avash. Po. Avash, tamam. Dua fëmijë, por kur të do Zotin. Merren me thashë theme njerëzit në Shqipëri? Merren? Si mendon ti, thashë theme? Bëjnë thashë theme njerëzit në Shqipëri? Çfarë është thashë theme? Fjalë. Hyri këtu, bëri këtë, doli këtu, bëri këtë. Bisedim? Ose ti e vere këtë pjesë? Debate, po. Të merren me jetën e të tjerëve. Po. Shikojnë nga styri derës. Po. Se ne na pëlqen Big Brother shumë, jo më kod na pëlqen Big Po. Po, nuk kam parë Big Brother. Nuk e shikon ti, Jo. Nuk e kemi këtu atë. Mirë. Do të vazhdojmë tani me raundin e tretë. Ke vonuar daljen nga shtëpia sepse po pije kafe? Po jo, këto janë pyetje rufek sot shkurtra. Nuk pi kafe. Ke bërë debat politik? Jo. Ke thënë ndonjëherë po vi ndërkohë që ishe ende në shtëpi? Jo. Ke bërë foto me shqiponjën? Po. Ke ngrënë darkë pas orës 10 të mbrëmjes? Po. Okej. Atëherë, kjo ishte loja dhe ti e kalon me sukses. Sarën e kemi një shqiptare. Se ke thënë shumë po. Faleminderit. Një dorë trokitje. Okej, në rregull. Ta nxjejmë pak akoma më shumë atmosferën. Ti ke publikuar një nga këngët e tua më të fundit, një këngë shumë e bukur, e cila titullohet Të zgjodha. Të zgjodha? Po. Pse të zgjodha? Si erdhi si ide kjo? Në fakt,
ideja lindi një ditë çik spontanisht, sepse shoqja ime, Megi, që është shqiptare, një ditë më pyeti, o Sara, ti ke pasaportën britanike, burri ka pasaportën italiane, gjermane. Pse ju keni vendosur të jetoni në Shqipëri? Dhe si u përgjigje ti? Po, përgjigja ishte e thjeshtë, sepse kam rënë në dashuri me Shqipërinë dhe ndihem shumë mirë këtu dhe nga të gjitha vendet ku mund të jetoja, kam zgjedhur Shqipërinë. No, sa bukur. Dhe kjo ishte kur ideja lindi për këngë, sepse në refreni është nga gjithë malet që mund t'i kaloja, nga gjithë luginat që mund t'i zhvilloja. Po, dhe ka një kontent shumë të fortë, shumë e bukur. Po. Okej, ta dëgjojmë pak vetëm refrenin. Po, okay. Me kitarë besoj, do na shoqëroj edhe kitara. Po, patjetër. Nga gjithë malet që mund t'i kaloja, ka gjithë lugina që mund të zbuloja, ka gjithë liçenit ku mund të nëtoja, o Shqipëri të tu t'i zgjoda, ka gjitha vallet që mund t'i shijoja, ka gjithë porrallet që mund të lexoja, ka gjitha këngat që mund të këndoja, o Shqipëri të tua t'i zgjoda. Oh, bravo, Sara, edhe realisht uroj shumë suksese në këtë projekt, unë e kam parë, e kam ndjekur, një këngë shumë e bukur. Shumë faleminderit. Edhe jam i sigurt dhe i bindur që do kesh sukses. Shumë faleminderit. Dhe çdo fjalë në këngë janë të vërtetë. Edhe media ka qenë shumë suportive për ty. Po. Me intervista pafund. Të ka suportuar se është e rëndësishme dhe suporti mediatik për sa i përket një këngë. Po, dhe jam shumë mirënjohëse për të. Po. Mendoj që sepse kënga është shumë e sinqertë, domethënë është vërtet. Dhe kur këndoj këngët e vjetra shqiptar, kam vërtet një pasion i madh për të. Dhe mendoj që njerëzit të bën të lumtur njerëzit me këngët e vjetër shqiptar, sepse është shumë nostalgjik për të. Janë pasuri e kombit tonë, e vendit tonë dhe duhet të vazhdojnë të trashëgohen. Ja ku ti e thua, e vëre edhe e shikon këtë gjë. Po, patjetër. Unë di që Vaçe Zela është një nga këngëtarët e preferuara të tuat, një dive vërtet e muzikës shqiptare që ka ngelur në histori dhe do vazhdoj të jetë e tillë. Një këngë tjetër e Vaçe Zelës se ka trokitur në shpirtin tënd edhe ti do ta veçoje. Mund ta kapim kështu, a cappella, pa kitarë këtë, se Vaçe Zela e dim këtë. Okej. Në brek pulbardha qajnë fluturim, si këngë jonë plot mall, këndojmë nga larg me dashuri, moja e bëri. Valët e detit shkumojnë në plot dall, bashkëm me shokët në brek kemi dal, sa kemi mal, s'ka deti val, o moj e bukura e bëri, shikojmë nga larg, mendojmë për ty, o moj e bukur Shqipëri. Nuk vetëm këndojnë kjo vajzë, po i këndojnë edhe syti, ka një lloj kështu simbioze të jashtëzakonshme, të përfshin realisht. Tani, marrëdhënia me Naimin është bërë mediatike patjetër, edhe shumë e kanë komentuar, edhe shumë është pëlqyer gjithashtu. Unë do të pyes tani dhe dua të më tregosh e sinqert. Kështu është kjo rubrikë, sa i sinqert është Sara. Kush kërkon falje i pari pas një debati? Naimi, kush më xheloz nga ju të dy? Unë. Ti je më shumë xheloze, okay. Po. Kush vonohet më shumë? Naimi. Kush thot më shpesh kam të drejtë? Naimi, ja? Kush zgjedh filmin në darkë? Unë. Ti e zgjedh. Okej. Ti më thej që ti më shumë xheloze. Ne në programin ton kemi një rubrikë e cila titullohet prank dhe do duhet të telefonojmë Naimin në këto momente për t'i bërë një prank të caktuar. Tani unë kam menduar një ide, nëse ti ke ndonjë tjetër, unë e mirëpres atë. Çfarë prank do i bëjmë ne Naimit tani? Ta provokoj mirë këtu te pjesa e xhelozisë, ti ta telefonosh,
edhe thua që kam qenë në intervistë, dola një djalë më shqipur nga pas thuaj ti, edhe vetëm po më puth, po më përqafon. Shikojnë sa xheloz do jetë ai. Jo, por Naimi nuk do të besosh. Nuk e beson këtë. Jo, Pse? sepse kemi shumë trust. Okej. Dhe sepse për shembull në Instagram Kemi besim të kam njëri shumë te njëri tjetri. dhe kam shumë burr ose çun që Aha, më që shkruan. pëlqejnë vërtet, po, Po. okay, dhe s'doj haj këtë Dhe domethënë, nuk është se do por- besoj. Për Naimi është vetëm funny, sepse kemi një relationship shumë fort dhe nuk po. E kuptoj Sara, po kjo pjesa e prenkut të duhet bërë me patjetër këtu tek ne. Do ta bëj. Çfarë do bëjmë ne tani? Po besoj se Duhet ta kapim çik Naimin në një moment kështu të sikletshëm. Jam aksidentuar thuaj ti. Si do reagoj ai? Do i trembim pak? Është në punë momentalisht ku ndodhet. Po është në punë me takimin. Do ta trembim pak. Po, patjetër. Hajde trembim. Jo, po. Ta bëjmë çik me zemrën. Por ka takim, nuk mund të marr telefon, nuk do të përgjigj. Jo, mua më përgjigj. Hajde provoj një herë. Hajde tentoje një herë. Jo, por Sa i do kjo vajzë. më fal. Më vjen keq sepse ai Është është fort e ke dashurinë sa Jo, nuk por do ai që- është shumë i zot, nuk ka kohë për Po ta marrun. Ta marrun? Okej. Haj se po e marrun atëherë. Po do i flasësh ti, a? Jo, por Po kjo është ideja. më vjen keq. Kjo është rubrika Më Spicy. vjen keq. E di që jemi të ëmbël, po jemi çik spicy ne tani. Prit. Ta Por marrim. çfarë do të thotë? Jam aksidentuar thuaj ti. Po jo rënd. Jo, por ai do të lëviz nga shtëpi me vrap. Në momentin që ai do lëvizoj do i themi është preng Sara patjetër. Okej. Patjetër se kjo është ideja e prenkut. E mora me telefonin timun. Jam këtu afër studios thuaj ti. Jo, afër si. Po, afër studios jam aksidentuar. Presim. S'na i hapi. Kështu që prenku jo nuk shkë. Okej, jam në takim, thotë, ke të drejtë. Po. Telepatia juaj që ka shumë e lartë. Okej, mirë. Të ka bërë ndonjëherë skena xhelozie kështu Naimi? Jo shumë, por ndoshta në fillim kur ka folur për exes, domethënë Po këto kanë qenë pjesë të fillesave, besoj. po. Ta kontrollon telefonin? Është Jo. kontrolluesi i telefonit? Jo. Romantik është? Po. Të ka mërzitur ndonjëherë ai sa ke dashur të kthehesh në Angli? Në fakt po shkoj shumë shpesh në Angli, gjithsesi. Dhe Okej. po, jo. Okej. Të telefonon 5 herë kur je jashtë, është tipik shqiptar. Oh, vërtet? Jo. Jo, nuk është kështu. Okej. Sepse nuk do të ta pengoj. Nuk do të di çdo plan të ditës tënde? Jo. Jo. Mendon se gatuan më mirë se mamaja e tij? Si e me gatimin ti? Se mamaj Naimit. Ajo gatuan shumë mirë, por ne jemi të ndryshme. Jam shumë diplomatik. Je diplomate. Nuk dua të them diçka të ofendo. Por po, jo, ajo gatuan shumë mirë, por edhe unë gatuaj shumë mirë. Edhe ti gatuan shumë mirë. Po. Se ke raportin kështu me Vjerën? Shumë mirë. Po, edhe me Vjeri, po, jam me shumë fat, sepse më kam shumë dashuri për familjen e Naimit. E kuptoj. Sara, me që se jemi tek dasmat, edhe jemi kështu weddings, doja të pyesja si ka qenë dasma juaj? Ishte... Ju dhe keni publikuar shumë materiale nga dasma juaj. Po, ishte shumë interesant, sepse kishim 3 dasëm. Një në Angli, një këtu në Shqipëri dhe një në Indi. Dhe... Keni bërë 3 dasma? Po, wow. Po, dhe të 3 ishin shumë të ndryshme. Sepse kemi shumë familja dhe shokët në gjithë botë. Në Angli ishte më shumë për mua, sepse kam familjen atje. Familja jote jeton aty? Po. Por gjyshet
e mia jeton në Indi. Kështu që duhet të kemi një dasëm në Indi gjithashtu. Dhe për Shqipërinë, sepse Naimi është rritur këtu dhe është shtëpia e Naimit. Ja, u keni bërë qefin gjithëve Po, edhe po. familjes Andej edhe familjes këtej. Po, Kush ka qenë dasma më madhe? më madhe e Indi. Në Indi. Pa diskutim në Indi. Sa ka kushtuar ajo dasëm? Në fakt, nuk e di, sepse gjyshja dhe gjyshi e mi ka... Ja, u kanë bërë dhurat, po thua? e, ja. Pak a shumë, sepse ka një shkollë shumë i madh në Indi. Në fakt është shkolla më e madh në botë. Vërtet, është në Guinness Book of World E ke Records. fjalën e kanë pronësi. Quhet City Montessori School Okej. dhe ka një një auditorium shumë i madh dhe vetëm kishim dasma atje dhe ishte domethënë pak a shumë falës sepse kanë they covered the cost sepse kanë në shkollë gjithsesi dhe nuk duhet të paguajmë për një vend tjetër. Më kupton? Po, të kuptoj. Po, po. Sakt. Për sa i përket dua të pyes pak tani për sa i përket pjesës së bashkëpunimeve në Shqipëri. Të pëlqejnë artistët shqiptar? Po. Çfarë mendimi ke ti për artistët shqiptar? Janë shumë të mirë dhe Kë ke të niveli preferuarin? Alban Skëndera. Alban Skëndera, Po, ja. po, Vjen dakord si këtu. ka zëri shumë i bukur. Pejna Albanit është e jashtëzakonshme. Po, edhe kam takuar Albanin E ke takuar? sepse Alban ka një tur tani dhe ishte në Londër dhe më pyeti për të hapur për të në Londër. Dhe ishte experience më e bukur në jetën time deri tani. Po. Dhe po ai është jo vetëm këngëtar shumë i mirë, por edhe njeri shumë i mirë. Njeri shumë i mirë, po. Oh, sa bukur. E ke dëgjuar albumin e ri? Po. Rënjët. Po, Rënjët, shumë i bukur Një sepse album Perl. po Perl Kush dhe pëlqeu më shumë nga ai album? Ngujimi Ngujimi. besoj se është kënga e fundit e albumit. Po pianisti? E E lidh pak me pjesën tënde, pa- je shkputur këtu në një vend tjetër. Edhe pianisti është shumë i bukur sepse pianisti vërtet Endri Fusha është shoku im dhe ne luajm bashkë. Okej, një bashkëpunëtor i Albanit, pra është dhe miku jot. Po. E ke shumë shok apo jo? Më shumë në Angli, kam goxha këtu, por është më e vështirë këtu, sepse nuk flas shumë mirë dhe gjuhën shumë mirë dhe kultura është shumë e ndryshme nga Meqense Anglia. më dole këtu në shteg, mund ta telefonojmë bashkëpunëtorin Alban Skënderaj, ta marrim në telefon në këto momente dhe ti thuash dua të kërkoj një nder, thuaj. Kam bërë një këngë të re, mendoj që më do ketë një impakt jashtëzakonshëm me publikun dhe dua që të më lidhesh me Albanin, thuaj ti. Një prank. Këtu mund ta bëjmë, e bëjmë këtë. Por e njeh Ja ke numrin besoj. ke numrin. Ja ke apo jo, e kemi këtu ngushtë. Jo për Albanin, vetëm për manageri, por është shumë pa profesional. Domethënë nuk dua të bëj prank. Numrin ja ke, kontaktin ja ke? Për Albanin, Jo, menaxherit. manageri po. Okej, mund ta marrim telefon. Jo, shumë nuk është profesional, më fal. Jo. Është profesional thua. Jo, nuk dua të bëj një prank, sepse kemi një relationship, Një marrëdhënie. po, një marrëdhënie profesional. Nuk jemi si shok dhe shoqja. Po mirë, meqense jemi këtu Më fal. tek Okej, Sara. Meqense jemi këtu tek pjesa e Alban Skënderaj dhe këngët e albumit më të ri, Rënjët. Të preferuar kë kisha Ngujimi. Po, Ngujimi. Po Karma si të duket. Karma, po, edhe Do ta Karma interpretojmë pak një refren shkurtër të atij albumi. Kush të vjen ty? Kë e ke ti më mirë, më të lehtë? Po, Ngujimi vjen në mendin time. Me kitarë apo? A cappella. A cappella, ok. E ndjekim. Do bëj një drum. Po. Di gjunitela, bi gitare, di gjunitela, si sigare,
dhuni lot, si ju I vara se pa të zbëj, do të përbara dil, o vajzë, pak në dritare t'kam, thur kënga, o me gitare dil, o vajzë, se mdo gjimali, pse, ja thave, si t'kti djali, o pse. Oh, sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur. Dhe Albani duhet ta dëgjoj këta. Ne dhe bëjmë tag pastaj në kur të kemi mundësinë ta postojmë edhe programin tonë në rrjetet sociale. Sara, jemi në fund, por përpara se ta mbyllim, do të doja edhe një mesazh për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur, artistë të rinj, shqiptar, çfarë do doje ti të komunikoje? Atëherë, dua të them gur bëhet bur dhe mur bëhet kalaja. Do më thënë, just keep going. Keep going with what you do and do bëhet successful. Do bëhet më mirë. Je natyrë kështu optimiste. Po. Gjithmonë e mendon të tillë. Po. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që të kisha sot në këtë intervistë. Shumë Na ke përcjell jo vetëm sinqeritet, na ke përcjell të vërtetat e tua, por gjithashtu edhe zërin tënd. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që na keni ndjekur, kështu do të japim fund edhe podcastit ton të parë, episodi on I parë, ku do të kemi mundësinë të ritakohemi sërish në episodin e dytë, me një tjetër të ftuar, me një tjetër personazh, me një tjetër histori. Rrugtimi jon do të vijojë dhe do të vazhdojë dhe shumë surpriza na presin në vijim. Mirupafshim.